Nga 1 janari i vitit që vjen, paga minimale do të rritet me 100 euro. Lajmin e bëri të ditur kryeministri i vendit Edi Rama. Ne nisim vitin e ardhshëm me 100 milion euro shtesë përveç indeksimit. Në 2027 e dyfishojmë shtesën 200 milion euro plus indeksimi 45 milion euro. Në 2028 e trefishojmë 300 milion euro plus indeksimi 46 milion euro. Në 2029 e 4-fishojmë 400 milion euro plus indeksimi 47 milion euro. Dhe në 2030 e 5-fishojmë 500 milion euro plus indeksimi 48 milion euro. Krahas indeksimit, pensionistët do të përfitojnë edhe nga një rritje me 100 milion euro. Nga 1 janari 2026 do të rritet dhe paga minimale për 307.850 punonjët, cilët do të marrin shumën e premtuar 500 euro, e cilë do të jetë para, po jo e vetmja rritje e këtij mandati, ku paga minimale do të arrijë 700 euro. Jo vetëm kaq, po siç e kemi premtuar, qeveria do të subvencionoj për një periudhë 9 mujore me 90 milion euro edhe shtesën e kostos së sigurimeve për të punësuarit në sektorin privat. Deklaratat, kryeministri Edi Rama i bëri përpara se ambasadori i Bashkimit Evropian Silvio Gonzato të dorëzonte progres raportin.